Atëherë përshëndetje të gjithëve, edhe mirë se, më falni, mirë se keni uar në një sesion tjetër të Empower Based Webinars, i cili organizohet në kuadër të platformës Biznesi Im, që është pjesë e shërbimeve të Kiesës, edhe për kroat prej projektit Enabling Income Generation for the Poor, që mbështetet prej Agjencisë Austriake për Zhvillim dhe zbatohet nga ECICS dhe Care International. Në kuadër të Empower Biz Webinars kemi me folë për një temë që kisha më thonë është mjaft jetike për çdo biznes, edhe që ka të bëjë me menaxhimin financiar të bizneset. Në një kohë kur shumë kompani përballen me ndryshime të tregut, me inflacion apo me sfida të ndryshme, menaxhimi financiar nuk është vetëm një domosdoshmëri, por është strategji e nevojshme për rritje. Kemi kënaqësinë që sot me neve me pas zotin Driton Nikaj, i cili me përvojën e gjatë në sektorin financiar, po edhe me mbështetjen e bizneseve, ka mendo përvojën e tij edhe si stadaj mendo shembuj praktik të cilat munden me qenë interes të secilit prej juve. Ju faleminderit që keni jeni pjesë e këtij webinari për të gjithë pjesëmarrësit. Në rast që keni pyetje gjatë prezantimit të zotit Nikaj, ju kisha lut vetëm që me ngrit dorën në momentin e parë ju japi fjalën. Nëse nuk njiheni rahat me fol, mundeni më shkruajt, pastaj pyetjen e lexoj unë. Zoti Nikaj, shumë faleminderit që u bët pjesë e Empower Biz Webinars. Po ta lë fjalën për juve. Faleminderit shumë, është kënaqësi të marr pjesë në një webinar të tillë dhe një herë të ndaj këto përvojat të cilat i kam mbledh. Në ndërkohë, dëshira është dhe që ne të ndajmë dhe të marrim informacione që më mujt me u zhvillu në vazhdimsi. Pra sot do të flasim për menaxhimin e suksesshëm financiar për bizneset në Kosovë. Kosova me karakteristikat e veta si treg i ka shumë detaje të cilat praktikisht ndoshta nuk mundesh mi pohas në një shtet tjetër ose në një treg tjetër. Kjo për shkak të madhësisë që ka kulturës, formës se si funksionon dhe është shumë e rëndësishme që çdo herë kur zhvillon biznes të përshtatesh në tregun në cilin e ka operon, një herë të adaptohesh qoftë me ligjet apo me kulturën edhe me mënyrën se si funksionon, sepse edhe madhësia e një tregu e përcakton saktësisht nëse mund të përshtatesh edhe mund të menaxhosh suksesshëm. Menaxhimin e biznesit realisht pa financa të organizuara mirë, pothuaj që është i pamundshëm. Po provoj dajmë slajdi tjetër. Fillimisht do të trajtojmë nocionet kryesore që më mujt me hy që më thonë në temë dhe pastaj më vonë kemi edhe disa çështje tjera të cilat trajtohen pak më në detaje. Siç e thatë edhe ju, nëse keni ndonjë pyetje gjatë kohës sa bëjmë prezantimin, ndërhyjni që të trajtojmë secilin prej tyre me qëllim të shtjellimit në detaje. Financat, pra, roli kryesor i tyre është mbajtja e ekuilibrit midis fitimit edhe shpenzimeve. Planifikimi financiar bëhet me qëllim që të shmangët mungesa monetare. Një farforme, kur fillon me planifikim financiar, ti fillon me bo një scenario building, të më thënë ndërtimin e skenariove, se si mund të efektoj biznesi yt dhe si mund të lëviz biznesi yt në periudhat që ti i pret. Qoftë brenda vitit, për themi 2026, 2027 e tutje. Në bizneset e vogla kryesisht rekomandohet që të paktën për një vit të bëhet një planifikim. Po në bizneset e mëdha kjo është edhe më e gjatë. Pastaj kena edhe buxhetimin. Buxhetimi ndihmon në kontrollin e kostove dhe në vendimarrjen e bazuar në të dhëna reale. Pra ne në vazhdimsi kemi disa dhëna të cilat janë historike edhe mbas të tyre mundohem me e realizu edhe perspektiven. Buxhetimi nuk do thotë domosdo që do të jetë 100% i tillë, po është një roadmap i cili na ndihmon shumë në përcaktimin e hapave edhe veprime që do i ndërmarrim në ndërkohë.
Pjesë e buxhetimit dhe planifikimit financiar është edhe burimet e financimit. Burimet e financimit mund të jenë të ndryshme, mund të jenë prej mjeteve vetanake, investitor privat, grante, kredi bankare, institucione mikrofinanciare e tjera. Pra, burimi i financimit është secili financim prej nga vjen. Prej nga ne i sigurojmë financat për zgjerim të kapacitetit, mbajtje të operacioneve e tjera. Burimi i financimit praktikisht është edhe nga shndrimi i aseteve në kapital. Çka është çarkullues. Pastaj kemi kreditimin. Kreditimi që është pjesë e një prej formave të burimeve të financimit, kemi forma të ndryshme të kreditimit, e cila në varësi prej produktit, pastaj kemi edhe tiparet ose tipologjinë e saj. Nëse po themi kemi interes që të kemi mjete për financim të një investimi, atëherë duhet të zgjidhet produkti që është për investime, sepse e bën diferencën në karakteristikat e saj, në kohën për sa kohë kthehet, në vlerën e interesit të cilin ju e duhet ta paguni, pra çmimin që keni me pagu, në vlerën e kapitalit, edhe nëse kemi, po themi, vlerën e aseteve, pastaj ke produkte tjera të cilat janë të specializuara për blerjen e aseteve, siç është leasingu e tjera. Pastaj ke produktin e faktoringut, që është po ashtu për shitjen ose shitblerjen e borxheve të këqija ose të arrektueshme tua. Në farë forme, kreditimi ose zgjedhja e produktit adekuat në kreditim ndihmon shumë në cilësinë dhe në koston e kapitalit. Pastaj kemi kolateralin. Kolaterali i cili përdoret si garanci për kredin, të cilin ju do ta merrni, secili institucion financiar që vendos t'ju kreditoj apo t'ju jap huazim, qoftë për mbulimin e shpenzime operative ose për investim, shumë e rëndësishme ka edhe çështjen e kolateralit. Pra, se sa mundi ju me lënë kolateral ose të lujshëm apo të palujshëm, siç është për shembull të palujshme janë toka, shtëpitë e tjera, edhe në varësi prej sasisë që ju keni, atëherë mund edhe kapaciteti pagues, ju mund të bëjë edhe të kreditoj. Në këtë rast, në momentet kur nuk keni një kolateral i cili mund të lihet, që është pronë e juaja, mund të përdor edhe fundin e garancisë, i cili mundson për shembull mbulueshmëri të kredisë 30 deri në 50%, në varësisht prej dedikimit që është për produktin e juaj. Kemi likuiditetin, është aftësia për të kthyer pasuritë në para të gatshme. Nëse kemi një likuiditet të mirë, ne realisht e sigurojmë një të ardhme tjetër në raport me mospasjen e një likuiditetit mirë. Likuiditeti i mirë në mundëson që ju të bëni pagesat e faturave në kohë, të paguni punëtorët në kohë, të merrni furnizimin me çmime më të mira, nëse vetëm jeni duke po import të mallit e tjerë. Domethënë likuiditeti është shumë i rëndësishëm dhe në farë forme përcakton të ardhmen e një biznesi, ndihmon shumë në historinë kreditore, të cila është pika më lartë. Historia kreditore varet drejt për drejt nëse ju keni mundësi të bëni pagesat në kohë të detyrimeve financiare që vijnë detyrimet mujore. Kosti, overdrafti, kredit kartela e tjera tjera, në varësi se si i nduk operu. Pastaj kemi bilancin e gjendjes, raportet financiare, është një proces i përgatitjes së pasqyrave, bilanci i gjendjes, cash flow, pra rrjedhës e paras dhe pasqyra e të ardhurave. Ku të pasqyrat e ardhurave tregojmë të ardhurat dhe shpenzimet e një biznesi, ndërsa te bilanci i gjendjes tregon asetet, detyrimet, kapitalin e një biznesi. Te rrjedha e paras na tregon ose na monitoron të hyrat dhe dalat e keshit, një farë forme cash in, cash out prezantohet te rrjedha e paras,
që është një përcaktues jashtëzakonisht i rëndësishëm qoftë për kreditim, qoftë për mbarvajtjen e biznesit. Pastaj kemi të rezervat financiare. Rezervat financiare janë jashtëzakonisht të rëndësishme dhe është jo lehtë e realizueshme për shumë biznese, veçanërisht kur janë biznese të vogla, për rujtjen e një fondi i cili mundson për mbajtjen e aktivitetit në kohë emergjente ose kohë të cilat nuk kanë mujt për i para pa si rreziqe. Mund të thirrën për shembull tash masi vetëm e kemi pas si përvojë kohën e pandemisë ku askush nuk ka prit që diçka e tillë do të vijë, po është paraqitur edhe shumë biznese një farë forme i kanë thonë ndoshta të papërgatitur për mbarvajtjen e procesit të punës, sepse ki shpenzimet fikse, i ki rrogat, i ki qerat, i ki shumë këstët, edhe gjithë kjo nevojitet që të paktën për 2 muaj të kesh ose 6 muaj të kesh një rezervë. Kjo mund të realizohet përmes një test stres që quhet që sa kompania jote ka mundësi të përballojë detyrimet momentale edhe për çfarë periudhe me këtë cash që ata e posedojnë. Pastaj kena rrezikun financiar, kemi shpesh për shembull që na jemi të ekspozuar ndaj një klienti ose disa klient, kemi listën e klientëve, edhe aty do një prej tyre mund të vonohet në pagesa. Mund të vonohet për shembull është e parapane për 30 ditë, ajo ka vonuar 60, 90 e tu domthon ka progres të rritës. Në këtë rast dhe gjithkohës duhet me bën një rezervë për me ruajtur stabilitetin financiar, e kjo rezervë është një farë lloj quajmë provizionimi ose rrugje që mos me të kriju humbje të menjëhershme, mos me t'i prish rreshjet, sepse gjitha ato pastaj ndikojnë në mbarvajtjen e biznesit tonë, qoftë në kreditim, qoftë në raportet tua që do t'i kesh ndaj tjerë, sepse ti e ka pret një kesh më ardh dhe ai kesh nuk po vjen. Edhe automatikisht ty të krijon një destabilitet. Është një se për shembull sur tash kur je me rroga, me tonal ki pas rroga marr me datën 1, ajo nuk vjen me datën 1, po vjen mas 3 muaj. Automatikisht i ke hinë në detyrime. E për atë arsye nevojitet edhe menaxhimi i këtij rreziku financiar vetëm nëse i ka kalon me një situatë ose tregu ose ka kalon në një situatë tillë. Zhvillimi i biznesit nuk mund të realizohet pa përdorim të fondeve dhe pa rritjen e kapacitetit operativ dhe sirrim të tregut. Për me dash me hy në zhvillim të biznesit, ne kemi një kosto të kapitalit. Kosto të kapitalit varet prej, si thash, produktit që një zgjidhni dhe një të kohë prej sa ju paraqit një rrezik për institucionin financiar. Nëse rreziku ndaj ju, do të thonë ju keni një likuiditet të lartë, keni profitabilitetin e mirë, keni mundësinë për shlyerjen e detyrimeve shumë mira, atëherë rreziku është më i ulët dhe kosto e kapitalit do të jetë më e lirë sepse paraqet më pak rrezik. Nëse keni edhe kolateral, lirohet prapë një pjesë e rrezikut, edhe gjithë këto pastaj mund të përdoret ky kapital për zgjerim të biznesit dhe për rritje të investimeve për të ardhmen. Pra shumë e rëndësishme është në biznes që ta kesh momentalisht stabilitetin, do të bëhet biznes, por një të në kohë të përgatitesh kompaninë për hapa të tjerë ose hapat e ardhshëm për investim. Pra, kur marrim gjitha këto, parasysh i bisedum deri tash, financat kanë më kujdes që praktikisht të kemi një menaxhim të mirë të parave, që i sigurojmë nga hyrat e biznesit, nga shitja. Pastaj të përdorim burimet e financimit, e gjithë kjo që të kemi aftësi monetare të mjaftueshme për të paguar furnitorët, për të paguar punëtorët në kohë, financimin e rritjes dhe investimin që e planifikon kompania, mbajtjen e likuiditetit dhe qëndrueshmërisë në treg. Ne kemi pa për shembull në momentin e parë kur ka filluar lufta në Ukrainë, automatikisht ka bën një destabilizim shumë madh të tregjeve
Dhe gjithë kjo ka ndiku praktikisht në aftësinë paguese edhe performancën e bizneseve. Për këto situata nevojitet një farforme fondi rezervë që e bisedu ma herët edhe plane se si në periudha afat shkurta ne mund të gjindemi që mos me pas një kolaps të njëhershëm ose ndalim të aktivitetit ose prodhimit ose diçka ngjashme. Gjatë pandemisë për shembull, nëse mas e përmendëm më herët, ke pas shumë raste kur është bo blerja e, po themi, qelikut ose hekrit, edhe me pagesën që janë realizu, praktikisht fornitori ma nuk ka mujt me e pru njëtin material sepse është bo blokada të tregjeve e tjera tjera. Ka hyp kostoja e saj, edhe në këtë rast, ai i cili nuk ka pas rezerva të mjaftueshëm, ka pas automatikisht rritje të kostos. Dhe nuk ka mujt me përballu kostën të cilin i vjen në çmim. Edhe ka ndiku pastaj në rritjen e çmimeve, qoftë në ndërtim ose në forma tjera. Pra, nevojitet shumë që të kemi një menaxhim me rezerva edhe të mbajtjes së likuiditetit. Përmes financave, ne mund të kemi një qartësim financiar, po se ku do të investohen fondet, si do të reduktohen kostot, si do të ruhet bilancin ndërmjet të ardhurave dhe shpenzimeve. Pra, një farforme ne kemi një pasqyrë shumë të thjesht, edhe qëllimi është ta kemi sa më shpesh. Jo për shembull një herë në vit ose një herë në 6 muaj të bëhet një balans situatës, po përmes treguesve financiar, KPI, që do t'i bisedojmë më vonë, ne ta kemi gjatë gjithë kohës një pasqyrë të qartë se si është situata ose si është ka performon financat ose kompania jonë. Jo se si ne peshojmë situatën. Vite ma herët, gjatë bisedës me një ish koleg, tregonte për një kompani ndërkombëtare, me të cilën ai e udhëhiqte në atë kohë, tha, ne kishim shitje shumë mira. Domethënë, drejtori komercial me njoftoi, tha që kemi shitje shumë mirë, kemi rritje të shitjes e tjera tjera, edhe ky ka supozuar që gjithçka është situata në rregull, domethënë nuk ka problem me biznes, ka vazhdu tutje, si drejtor ekzekutiv nuk ka marrë me pjesën e detajeve, nuk i ka përdorur këto KPI që do thonë. Dhe një ditë çan faturën për pagesën ndaj fornitorëve, financat i thonë nuk kena parë. Thotë që shka mundësi na shitje kem, pare s'kem. Kur e shek, ai ka qenë ka shit, po inkasimin e mjeteve nuk e ka bo. Do më thonë, mallin e ka shit, ja ka jap mallin, po pare që ka marrë asjerë. Momenti kur ti nuk ki inkasim, dhe nuk e din situatën, a ki kesh në kompani, apo jo, ti automatikisht del, që më thonë, del jo me likuiditet, ki probleme me fornitorin, ki probleme me gjitha këto që i potencu më lartë, me rroga, me pagesë të shpenzime fikse, që është rryma, qeraja, e tjera tjera. Pra, këto mjetët cilat ne i sigurojmë përmes investimeve, për që i sigurojmë ne mund të bëjmë investime, qoftë në teknologji, staff, marketing, produkte të reja, e tjera. Do më thonë, ne gjatë gjithë kohës, kur bëjmë planifikimin financiar dhe buxhetor, duhet të kemi një plan se, ta zë për shembull, sa do t'i rrisim rrogat në 2026, ku kemi prek rrogat, edhe sa ka me pas efekt ajo në buxhet. Nëse do me bëj investim të teknologjia, sa ka me pas kostën teknologjia edhe e tjera tjera. Këtë këto mjetë të cilat i sigurojmë përmes të hyrave edhe shitjeve, ne duhet i rikanalizojmë edhe të shohim se ku muj me i mi fut. Do më një pjesë e mjetëve përdorën për shpenzimet e përditshme dhe operacionale, një pjesë për investime strategjike dhe rritjet afatgjata. Ky ekuilibër, si që bisedum edhe ma herë që të thamë, mundëson që biznesit të funksionoj mirë sot dhe të rritet nesër. Pra, nëse nuk e kemi një plan në biznes që të rritemi në perspektivë, ne praktikisht në bazë të teorisë, po edhe në bazë të praktikës, tregon që nëse s'kemi rritje, kemi me pas zvoglim, sepse biznesi nuk mundet
në vazhdimësi me nejtë në një status quo. Këta mund me marrë në vazhdimësi si input prej raporteve financiare që neve që i sigurojmë. Kalojmë të burimet e financimit. Pra, të burimet e financimit që përdorën për biznesi, pse du më herët, është kapitali vetanak, janë investitorët, kredit bankare, grantet e tjera, po ashtu kemi edhe burime tjera të cilat praktikisht mund me qenë instrumente financiare, por që nuk janë kredi cash, nuk janë cash. Mund të përdoret për shembull garancioni, mund të përdoret letër kredia e tjera, ku ti e siguron një palë tjetër, që kimi ja pagu parët, po themi mas 6 muje ose mas 3 muje, po kjo nuk është kreditimi i drejt për drejt. Po ta e mundësin që ti me marë mallin, edhe që ato me e shi gjatë qasoj periudhe, që ty automatikisht është një farë lloj kreditimi indirekt që e ka merë prej furnitorit tënë. Po që kostoja financiare për ty në këtë rast po thuj që është e vogël, ose është e pa llogarishme në momentin kur ti e bën krahasimin mes një kredie sigur ta kishe marrë për 12 muaj ose 24 muaj, edhe një letër garancioni që e ka përdorur për 3-4 muaj, i cili mund të kthehet shpejt në cash. Malli i cili nevi që e posedon. Pastaj e bisedu ma herët edhe për punë të faktoringut, pitaj të tema që nuk i trajtu ma herët, shumë faktoringu është një produkt tjetër që po ashtu mundësh të arktushme tua mi kalu të një institucion financiar i cili ta kthen një farë forme, t'i pagun 70% të tëne, ose 80%, edhe në momentin kur furnitor të arktushme të vinë, fillimisht paguhet faktoringu, pastaj lirohen pjesë tjera që ti me i marë për veti. Është tip i kreditimit, po nuk ki hipotek në këtë rast, po ki të arktushme tua, të cilat je ka i lënë kundrejt kredis ose financimit që e merë, ajo të arun likuiditetin, edhe të vazhdon me operu. Pra, përdorimi i këtyre burimeve financiare na mundsojmë që zgjerim të prodhimit ose të shërbimeve që ne i posedojmë, investim në teknologji, staff, marketing, reduktim, ristrukturim ose modernizim të operacioneve. Në periudhën që po jetojmë tash, çdo ditë më tepër po shohim që nëse ne nuk riinvestojmë praktikisht në modernizim të operacioneve, në rritjet e efikasitetit, ne kemi pas problem mbi jetesën për shkak të konkurrencës së ashpër dhe kostove të larta që po krijohen çdo ditë e më tepër. Prandaj, unë mendoj që menaxhimi adekuat i financave të një kompanie brenda saj është krucial nëse do me siguru mbijetesën, hapi i parë, e dyta zhvillimin qoftë të tanishëm, po ashtu edhe në perspektivë. Përdorimi strategjik i fondeve rrit konkurrueshmërinë dhe ndihmon biznesin të hyjë në tregje të reja. Kemi pas shumë biznese që hyjnë në tregje të reja, që tregjet të reja realisht kanë kosto. Secili hyrje në treg të ri nevojitet staff, nevojitet mall ose prezencë të formave të ndryshme që është e lidhur drejt për drejt me koston. Që në fillim realisht është periudha e djegjes keshit, domethënë vi ka vendos kesh shumë në biznes, po që pret në perspektivë më u kthy. Tash duhet me pa që edhe në tregjet e reja, për sa kohë planifikon me u kthy investimi, ose për sa kohë planifikon me pas një break even, një pikë kritike të kthimit të investim, edhe pastaj si mund të zhvillohem tutje. Okej. Faktorë që ndikojnë në zgjerimin e burimit të financimit është kostoja e financimit, që bisedojmë pra interesi, afati i kthimit, rreziku financiar, fleksibiliteti i kushteve e tjera. Tash kur flasim të fleksibiliteti i kushteve, ka raste kur produktet ta zëm shembull janë sezonale, ku ti nuk e ke çdo herë kostin e njëjtë, po e ke varësisht prej sezonalitetit që e ki për shembull nëse mirësh me bujqësi, ti vetëm gjatë kohës kur ki sezonalitet kemi bo pagesa trancheve të mëdha,
ndërsa trançet e vogla ose pjesën e interesit e paguën gjatë gjithë kohës, e cila ta jep mundësinë që ti me operu edhe me pas një funksionalitet ma normal. Ose nëse ki rrjedhshmërinë konstante, atë ti veç e merr me një që më mundësinë fikse. Ose ki mundësinë të zënë shembull të parapagesësh. Ti pret që momentalisht ki një ngushtecë financiare, po pret mas 6 muaj, një vjetë me pas lirim të mjeteve nga investimet të cilat i ki bo, edhe këtu e trajton mundësinë e parapagesës për shkak se ti automatikisht e ul koston e financimit dhe lirohesh për përdërim të produkteve tjera të cilat janë në interesin tonë strategjik si kompani. Llojet kryesore të kreditimit, pra i kemi individual, biznesor edhe komercial. Të mënë kredit komerciale përdorën për projekte të mëdha apo partneritete. Sikur të zëmë shembull, po themi, një për shembull mund të përdorë Prishtina Mall, po themi, që është një biznes jashtëzakonisht i madh, ose kredit për biznese qarkulluese, kredit qarkulluese apo investive. I biseduam edhe me këto ma herë që i kemi, do më thonë, varësisht prej kategorisë që e ka përdor, duhet më zgjedh edhe produkti i duhur. Tash, kemi edhe kredit individuale. Nëse ne, si pronarët biznesit, kemi nevojë të zëmë shembull me ble një banesë ose me ble një kat për nevojat të familjes, nuk duhet që të mirret kredia përmes biznesit, po të mirret kredia përmes të hyrave tua përmes pagës. Pra, tash kemi bisedu prap mandetare, po detyrimet dhe të hyrat private dhe të biznesit duhet të jenë të ndara, me qëllim të mirë funksionalitetit. Se nëse ti e ke vendos me ble, po themi, një banesë 150.000 euro ose 200.000 euro, atëherë ti automatikisht e ka vendos biznesin me kushtin me një stres shumë madh, se për biznes afatet janë më të shkurta, ndërsa për individin shkojnë deri 25 vjet varësisht prej moshës që ju e keni. Në këtë rast që mundi me bosh, ju vazhdimsi me i pas, po themi, pagën e cila ta jep mundësinë mi mbajt shpenzimet e familjes tonë, edhe njëjtën kohë kompania e regjistron në pasqyra financiare detyrimin që e ka ndaj jush sikur për çdo punëtor tjetër. Më falë, drejtone, kemi një pyetje. Po i qërto. Pyetja është lidhur me faktoringun. Po thot, aplikohet në Kosovë dhe Po. nëse po, a ka limit për shumën e kërkuar? Aplikohet në Kosovë, limitet variojnë bashkësisht prej institucionit. Janë 2-3 kompani që aplikojnë këtë produkt. Edhe është produkt shumë interesant. Do më thonë, unë mendoj që njëna prej instrumentave shumë mira është faktoringu, pastaj është POF, Purchase Order Finance, që shumë pak e praktikojnë në Kosovë. Për disa shërbime është shumë i mirë, ta zëmë shembull përdorimi i kredit kartës, mirë përdorimi i kredit kartës, që të kuptohet, sepse parët në kredit kartë janë parët bankës. Ti praktikisht nuk rrezikon kurrë. Edhe pas një muaji mund është me ja kthy komplet, por nuk ki asnjë interes. Do më thonë, ti e ka shfrytëzuar një likuiditet për pa pagu kurrë. Muajin tjetër jam shel 0-0 edhe vazhdojnë çështën që e përdor. Do më thonë, njohja e ndetaje e produkteve financiare ta jep mundësinë e rujtjes së likuiditetit dhe menaxhimit të kostove, për shkak të përdorimit adekuat të produktit. Nëse ki mundësinë me përdor kredit kartelën, po themi, edhe overdraftin, duhesh me përdor kredit kartën, që mund me mshel sepse overdraftit llogarit çdo ditë. Është shumë e rëndësishme që me rujt historinë pozitive të pagesave. Pra, nëse ne jemi ka i përdorim produktet financiare, ne duhet jemi pagues të rregullt, sepse për secilin produkt veç e veç bëhet raportimi në regjistër të kredive që është në bankën qendrore. Edhe aty dihen detajet, për shembull sa ditë je vonu,
që shki pagu e tjera tjera. Nëse shohin që ti si ka pagu institucionet financiare, mundësia shumë e madhe që nuk kanë më të financu tutje, ose eventualisht ka marrë edhe ma keqja që me pas, po themi, exit strategji që do me dalë me mbyll gjitha obligimet me ty edhe mos e vazhdu tutje. Raportimi korrekt financiar, menaxhimi mirë i borxheve ekzistuese. Kosova hala nuk e ka të gjithë platformën e detyrimeve me një vend, po në vende të tjera, për shembull në Gjermani, Shufa, që është një raport tjetër sikur CRK-ja ose regjistri i kredive, aty janë përmbledhura gjitha detyrimet që i ki ndaj cili do institucion ose individ. Pra, nëse unë kam detyrim ndaj, po themi, IPKOS, valës, ujësjellësit, elektricitetit, elektrikit, rrymës, do më thonë, dhe kredit në bank, të gjitha këto raportohen të Shufa, edhe gjitha këto ta japin një scoring se sa je i përgjeshëm ndaj detyrimeve, edhe në varësi prej saj. Ty të përcaktohet se sa kime pas interesin, edhe a kam të financu ose jo. Edhe Kosova është ka shkon në qatë drejtim, që mendoj që për një periudhë, po themi, ndoshta 5 vjeçare maksimumi, Kosova ka me qenë aty. Sepse tash Banka Qendrore vetëm ka kërku disa elemente shtesë në asaj që në raport mi paraqit, që është ka shkon në atë drejtim sipas asaj që unë mendoj. Dritan, Uh, falë që po po, të pengoj edhe një nën pyetje lidhur me faktoringon, po thot a janë banka apo ndo një institucion financiar që jep këtë mbështetje? A ka janë më edhe të banka di? edhe institucione financiare. Okej. Po shpresoj që ju kemi përgjigj pyetje edhe pse nuk e ka shkruajt emrin ai që ka pyet, nëse ki diçka tjetër të thënë, thjesht mundesh me vazhdu. Faleminderit. Do më nuk i përdori emrat e institucioneve me qëllim që t'i shmangëm çfarë do lloj keq kuptimi ose diçka ngjashme mos me harrojmë dikë. Po si thjesht në cilin do rrjet që hulumton, mundet me t'i tregu se kush është në Kosovë edhe qëllon janë letë të qasshme edhe mund me t'jap informacionet që vetëm ju nevojitën. Te planifikimi financiar, siç biseduam më herët, nevojitet që kompania të paktën për 12 muaj të ketë një skenar të të buxhetimit. Do më thonë se si po e parashe vitin 2026, do të më fillu më bo gati ma herët, po nëse se ki bo ma herët, a duhet me bo të paktën tash. Çka në kupton këtu, do më i vendos 3 skenare. Optimiste, realiste që e shet ti për i këndështrimit tënë, edhe pesimiste. Edhe në këtë planifikim, ti vendos çka nëse, what if, çka nëse për shembull kena rritje në kosto, çka nëse kena rritje të marzhës, çka nëse kemi ramje, edhe gjitha këto praktikisht ty ta japin një skenario me pa se ku mundesh me qenë në fund 2026-ës, në versionin e parë, 2, 3 edhe e ki një screening në kokë edhe një roadmap si ka me shku. Nëse po themi janë të ardhët 20.000 euro, kosta e është 15.000 edhe ti e ki marzhën 25%, ti ki fitimin prej 5.000 euro. Po në qoftë se marzha rritet në 31%, për çfarë do lloj arsye, atëherë ti automatikisht ke pas një fitim më të madh prej 6.800 euro. Ose kjo nëse do me e rritën vlera, mund është me pas hala manel, ose nëse kam të rritë kostoja, me që po flasim vazhdimësi për rritjet kostove, këto automatikisht kanë mundësi me tra. Pra, në varësi se si janë pritjet tua për 2026-ën, edhe mund është me bon një parashikim ose një buxhetim të arshëm që është në versionin pesimist, do mund cili është versioni më i keqi që e pret, cili është mesatarja një farë reale që është më afër realitetit, edhe cili është versioni më pesimist i mundshëm që ti e pret. Menaxhimi i rrjedhës së paras apo cash flows
Që bisedum edhe ma herët, nevojitet një monitorim shumë i shpeshtë, ose të paktën javor, që mi pasti ku i keni të hyrat edhe ku janë dalat. Domthonjë cilat janë cash inflow, cash outflow. Parashikimin e rektimeve dhe detyrimeve. Ne duhet ta dimë për shembull se kur i kena rrogat e punëtorëve. Duhet ta dimë se kur i kena këstet. Edhe mi menaxhu keshin në qatë formë që edhe kësti për shembull mos më lon me datën kur ti ki me pas daljet më dhaja të keshit prej kompanisë. Po me qitë një datë e cila është ma afër që pret të hyra, edhe mos e pas, që më thonë, rrezikshmëri të rritjes numrit ditëve, sepse ato ta përcaktoj pastaj raportimin në regjistrat kredive, po një herë ta rrisin edhe kostën e kredisë. Se për çdo ditë që ti vonohesh, ke me pas interes shtesë që paguën, që është shumë e madhe se sa interesi real i kredisë. Parashikimin e arktimeve, në shumicën e bizneseve, kum po që, për shembull, i qet si bulk, domethënë i qet si total. I kena, po themi, të arktushmet i kena 100.000 ose i kena 200.000. Duhet me pas një analitik të sana, edhe mi do në grupe, po themi, cilët janë klientat tonë më të mëdhaj, cilët janë më të vegjël, edhe me po ka sa ditë po vonohen ata që mbas që asajti e she se sa kime pas vështërsinë e likuiditet, ose në për probleme me rrjedhët paras. Pra, thamë edhe më herë, ta bëjmë një rezervë për kushtet pa përshtatshme të tregut, për çfarë do lloj problemi që mundet na paraqit. Një politikë tjetër që mundesh me përdorë është për shembull politikën me kërku parapagesë prej 30% të saj, sepse ajo ta ndikon automatikisht likuiditetin. Po kemi edhe faqen tjetër, ku ne mund të kemi një likuiditet të lartë, po në anën tjetër mendojmë që është fitim. Ne duhet me ditë se parapagimi nuk është fitim. Parapagimi praktikisht është detyrim i yti ndaj palës, se kemi a jap një produkt. Momenti kur e ki përmbush detyrimin ndaj klientit, çatër janë bë mjetët tua. Dhe ai mas të na ka lënë si detyrimi tina pjesa prej 70% që të kam jetë e papaguar hala. E gjithë kjo, nëse e ki, po themi një klient, mund të menaxhohet disi. Por nëse i ki shumë klienta, atëherë pa një menaxhim mirë të financave, pa një sistem adekuat financave, nuk mundesh me menaxhu kompaninë suksesshëm. Dështimin e menaxhim të financave, realisht në kupton dështim edhe në performancë, është çështje kohë kur kime pas probleme. Disa prej KPI-ve që ju rekomandoj që t'i keni si pjesë praktikisht të raportimit javor, është marzha bruto, me pas që mos në paktën mujor. Versionin më të kështu i kisha thonë version mujor, që me një nxjerr këto dhana edhe me pas se si e ki trendin prej mujt e muj. Marzhina a ka zvoglohet, apo është ka të rritët, apo është stabile. Nëse neve na ullet marzhina, praktikisht sa i ka fitojmë, atëherë na e ka rrezikojmë mbarvajtjen e proceseve. Do të me gjithë formën se si. Mundet për shumë produkteve që i ki, disa produkte me funksionu, po themi me marzhin më të vogël. Po një produkt tjetër do të me pas një marzhin më të madhe, e cili të jetë mundësi që mesatarja me dal e levërdishme për operimin tutje. Pastaj e bitën do të me majtë në kontrol. E bita është earning before interest, taxes and amortization, që është fitimi bruto minus shpenzimet administrative dhe shitjes. Raporti aktual, asetet afat shkurtra, thy për detyrimet afat shkurtra. Nëse na kemi një mall, që ajo është pjesa e asetit afat shkurt, në detyrimet afat shkurtra, cilat kredi kena mi pagu, edhe në basë që sa shpejt i shesim mallin, na kena mundësi me bo pagesë ose jo. Raporti i borxhit me kapitalin. Kjo është po ashtu është një
e dhonë e rëndësishme për mbarojtjen e funksionimin e kompanisë, sepse kur do të shkosh për kreditim ose për burime tjera të financimit, praktikisht njëra prej sanave ka më matë edhe kjo, njëra prej çështjeve. Ti duhet me ditë se si e ka udhëton, a i ka i rrit detyrimet më shumë, apo i ka i rrit praktikisht kapitalin tonë. Ciri, uh, një element tjetër për menaxhimin e kostove. Cost income ratio. Do më thonë, sa ki kosto edhe sa ki tyra, raporti këtyre dyave. Ta zojmë, nëse një ka e themi që kemi të hyra 1.000 euro, sa kosto kemi për me gjeneru atë 1.000 euro? A kemi kosto 500 euro, apo kemi kosto 800 euro? Se me pas kosto, po themi, 200-300 euro, dhe në 500 euro është okej. Po me pas kosto 900 euro, për me gjeneru një të hyrë prej 1.000 euro, atëherë nuk është normal. Do më thonë, biznesi, diçka ka gabim, ose biznes modeli nuk është në rregull, edhe dush me këshyrë se çka mund është me bo që këtë resho me rregullu. Kjo resho në shumicën e rasteve as që e masin, do më thonë, kompanit, përderi kur kanë probleme. Kur kanë probleme, mas të na vinte të ky raport. Për me parandalu këto, ky ta jap indikacionin, ta zëm shembull, një janar i konë në rregull, edhe po të themi në vitin e tretë ja kanë nisur të paraqit probleme. Ti e sheh në fazat hershme se problemet e ka vinte ti edhe mundesh me marrë masa edhe me i menaxhu kostot, qoftë me automatizim, qoftë me modernizim, qoftë me investime shtesë, qoftë me produkte të reja e tjera e tjera. Pra, me gjenerimin e tyra, sepse një punëtor nuk do të thonë çdo herë që e ka outputin e njëjtë ose një aktivitet i caktuar nuk e ka outputin e njëjtë. Varësisht prej fazave duhet edhe me matë. Pastaj kemi ditë të argëtimit. Bisedova më herët çështjen e sa kena me rrit likuiditet. Sa më shumë që të vllahet i kena ditë të argëtimit, likuiditeti është në rrezik më të madh. Një element tjetër që kisha propozuar me e pa është DSCR-ja. Janë të ardhurat neto operative thy për shuma e pagesave të burgjit, principale edhe interesi. Pra, si që tham edhe ma herët, ku ta bëjmë një parashkim të skenarit, optimist, realist dhe pesimist, do më thonë këto 3 opcione. Na kena para pa, për shembull të verzioni optimist i kena shitje 300.000. Të verzioni realist 250, pesimisti 200.000. Këtë rast, të ardhurat neto, po themi është 250. Pagesat vjetore të burgjit, të marrë në një verzion që mos me e bo shumë në rakes, pagesat vjetore të burgjit janë 150.000. Net cash flow, do që nga mesin janë edhe 100.000. Pra, break-even është 150, sepse ka që ta duen për me i pagu burgjit vjetore. Që në këtë rast e kena margjinën 83%, ndërsa DSCR-ja është 1.6. Çka nënkupton me 1.6? Nënkupton që ne kemi mundësi këto detyrime vjetore me i pagu 1.6 herë. Do më thonë, jo një herë, po ma shumë se sa një herë. 1.6. Gati 2 herë kena mundësi me i pagu këto detyrime. Nëse këto janë të kundërta, do më thonë, e kena net operimin 200.000, borxhet janë 160, neve për na mesin 40.000 lira. Që nëse kena një vonesë në pagesa, automatikisht ka mundësi me na kriju destabilitet. Që në këtë rast e kema DSCR 1.25, që është performancë mesatare. Do të thonë, mbi 1.5, 1.6, 2, 2.5 DSCR-ja, do të thonë ka performancë të shkëlqyme. Do të thonë, hyrjet janë shumë mira. Vetëm do të vjen gati që detyrimet që i kanë ndaj jush të bëhen pagesë. Vetëm ta shoh, o mund të më kthy. Gabimet më shpeshta financiare që hasin pra është përzierja e financave personale me ato të biznesit. Mungesa e buxhetit, zgjerim pa kapital, investim pa analizë return on investment, pra sa është kthimi në investim, mos respektim i detyrimeve tatimore.
Mos respektimi i detyrimeve tatimore praktikisht është një problem ligjor edhe i kjeshit jashtëzakonisht i madh. Mjetet që më thonë moderne për menaxhimin e financave, për shembull është QuickBooks, Power BI dashboard, ndihmon shumë, inteligjenca artificiale për parashikim financiar. Pse mi përdor këto, do që të kuptohem, për punë të menaxhimit për shembull të mjetët që është QuickBooks, Xerox, edhe të tjera, ne kena edhe tu lokal software të cilat mund na ndihmu praktikisht që kushtojnë relativisht lirë për regjistrimin e tonave në kontabilitet, gjenerimin e gjitha raporteve të tjera financiare. Përdorimi i mjeteve moderne financiare neve na ndihmon në uljen e kohës për çfarë do lloj shënimi financiar që neve na nevojitet. Pra, po themi shembull nga 3 ditë një angazhim në 3 orë mund të realizohet një raport i cili neve na nevojitet, kur stabilizohet për shembull në Power BI, ti më nuk ki nevojë çdo herë veç kimi ja jap databazën, qasin databazë, ja zgjedh muin edhe je i gatshëm për e ki të gatshëm raportin praktikisht në çdo kohë për vendimarrje. Strategjia rritjes financiare, pra në vitin e parë, nëse nuk e ki të, që më thonë, established, të stabilizuar me situatën, fillimisht e stabilizon rrjedhën e parave dhe buxhetin, vitin e dytë bën analizë të return on investment, edhe në vitin e tretë e këshyr tash se ku mund është mu digitalizu edhe çfarë lloj partneriteti mund të kemi. Mesazhet kryesore prej gjithë kësaj që u prezantu deri tash është të kemi një planifikim financiar 12 muajor, monitorim të vazhdueshëm të KPI-ve, edhe ndarjen e financave personale nga ato të biznesit, sepse aty mund të kemi praktikisht edhe problem. Faleminderit shumë për kohën, për interesimin. Jemi hapur për çfarëdo lloj pyetje që keni, qoftë gjatë takimit, qoftë pas takimit. Dhe Ne kaq ishte. po ju japim fjalën pjesëmarrësve nëse kanë ndonjë pyetje. Ha, derisa ndonjë prej pjesëmarrësve nëse ka pyetje, koment ose çka do që don me ndo ose me kërku ndoshta edhe këshill prej drejtonit. Ma herët drejton e përmende punën e investimeve. Shumica e bizneseve, sidomos këta pjesëmarrësit që janë biznese të vogla ose të mesme, dhe kanë shumë të rëndësishme me ditë a është ma mirë me investu, a me kursy. Çka duhet më konë që ajo raporti ideal? Raporti ideal është që më thonë, me një anë të bëhet investimi, në anën tjetër të, që më thonë, mos të rrim pa kurrë, mos të rrim pa asnjë rezervë. Hapi i parë duhet me siguru që më thonë, mbijetesën. Kur ta kena siguru, për shembull, një backup prej 2 muajve që tham, për shkak se jena bizneset vogla, atëherë e këshyrim mundësinë për investim. Duke e përdor për shembull instrumente të ndryshme financiare. Tu kalkulu për shembull çai kthim në investim, çfarë tyra na sjell dhe kur i sjell ato. A mund na deri në kohën kur vjen investimi, dhe kur kthehet investimi, a mund me qëndru financiarisht me këto tyra që ne i kemi. Pra për pa bo një projection cash flow, projection income, edhe expense tyrave dhe shpenzimeve, na nuk mund me e ditë se cili është versioni adekuat. Pra, rekomandohet që dyjat të bëhen, që më thonë, njëjtën kohë. Pa investim, praktikisht nuk kitë perspektivë, nuk kitë ardhme. Se thash edhe ma herët, nëse nuk rritëm, ne kemi mu zvoglu si biznes. Pra ne du të me vazhdu me investu me qëllim që të rritëm. Po në anën tjetër nuk mund me rreziku që të hymë në investime, po në një formë nuk kena burime të kapitalit. Nuk dim se ka përna vinë parët. Po vetëm hymë në investim, me shpresën që atë bëhet mirë.
Se ajo ka raste kur mund është mja qëllu, po ka raste kur të mëdha që dështojnë. Për me evitu dështimin, atëherë unë çdo herë jemi udhëtar që të bëhen kalkulime paraprake, të mirët një rrezik, se pa marrë një rrezik caktuar ti nuk mundesh të bëj asnjë investim, dhe pa pas rrezik praktikisht nuk ka fitim. Po investimi edhe rrezikshmëria të jetë e kalkuluar, të jetë e matshme. Faleminderit shumë. Unë nuk kam ndoj pyetje tjetër, po përshë që as pjesëmarrësit po si duket po ngurojnë. E kisha hapë edhe njerë fjallën, e kemi një, okay, Leo, po dërë me marrë fjallën, Leo. Përshëndetje, Unita, përshëndetje, Driton edhe pjesëmarrëve të tjerë. Bishdeshta me Përshëndetje. fjalë Dritonin për një prezantim të mirë profesional dhe të qartë. I krejt këtu në që ka ku marrë pjesë, do më thonë, shije që është një profesional që më duket ka punu dhe në sistemin e bankave, kështu që kësi trajnime apo si webinar që do të ta quajmë janë shumë të rëndësishme për shumicën e bizneseve të vogla, edhe besoj që kanë ndikim ose direkt ose indirekt të vetëdijsimi i secilit prej neve. Leo, faleminderit shumë për vlerësimin. Uh, Praktikisht jam shumë interesuar që t'ju përkrahi me çka do që kemi në kapacitet. Kështu që nëse ki pyetje në interesim, qoftë këtu, qoftë pas takimit, të të mundohem që t'ju mbështes. Muj me ta bo në i pytje kur të kom nevoj në përmes bacës në duhe, sepse kom mik, kështu që veç respekt e kalosh mirë, gjithë mirat për ju edhe për familjen tuaj personalisht kështu për të falenderoj, të uroj gjithë mirat. Faleminderit shumë, Leo. Leo, faleminderit Një shumë që ndër. je pjesë e webinarëve tonë, nëse ka dhe dikush tjetër. Si duket jo. Atëherë, zotin Nikaj, faleminderit shumë që gjete kohën edhe ndave përvojën tonë me të gjithë neve. Ishte shumë kënaqësi me të pas si folës në webinarin tonë. Për të gjithë pjesëmarrësit, faleminderit që ishit pjesë e këtij webinari. Ju ftojmë të na ndisni në sesionet e ardhshme. Webinarin së shpejti do ta keni edhe në platformën Biznesim. Vazhdoni me na ndjek me temat e ardhshme edhe deri atëherë faleminderit shumë dhe gjithë të mira. Faleminderit, mirupafshim. Miru Shihemi në pafshim. raste tjera. Sukses e gjithë juve. Faleminderit edhe juve.